Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete, për të sjellur edhe një herë pranë jush dhe për të rikujtuar në fakt rastin e Liridona Ademaj. Sot në fakt është mbajtur dhe seanca e radhës drejt këtij rasti që janë publikuar dhe disa fotografi që unë do t'ju asjell, do t'ju atregoj, domethënë janë fotografi të tmerrshme, do të shikoni dorën për herë të fundit të Liridonës dhe fytyrën e saj por të mbuluar, domethënë se si ka qenë e pozicionuar në makinë. Plava ka treguar, Granit Plava, i dyshuar në fakt për vrasjen e Liridona Ademaj, ka treguar detaje rreth kësaj ngjarje, detaje që në fakt ka ndryshuar krejtësisht rrjedhshmërinë. Liridona Ademaj u vra në nëntor të vitit 2023. Murseli, bashkëshorti i saj, Naim Murseli, akuzohet për planifikimin e vrasjes, ndërkaq në këtë rast akuzohet edhe kushtrim kokalla. I akuzuari për vrasjen e Liridona Ademajt, Granit Plava, e ka ndryshuar deklaratën të enjten, duke i thënë gjykatës themelore në Prishtinë se vrasja u krye në marrëveshje me bashkëshortin e viktimës, Naim Murselin. Gjykata gjatë gjykimit më 26 mars, domethënë ditën e sotme, Plava u tërhoq nga deklarata e dhënë më parë në polici, duke pohuar se tani po thot të vërtetën. Domethënë, Granit Plava ka dhënë një deklaratë më herët, është tërhequr nga kjo deklaratë dhe tani ka vendosur që sipas tij, domethënë, të tregojë të vërtetën. Plava tha se deklaratën në polici e kishte bërë në bazë të marrëveshjes që kishte me Naim Murselin, bashkëshortin e Liridona Ademajt. Liridona Ademaj u vra në nëntor të vitit 2023, domethënë bëjmë tani pak një kronologji të ngjarjes. Bashkëshorti i saj akuzohet për planifikimin e kësaj vrasje, ndërkaq në këtë rast akuzohet edhe kushtrim kokalla, po gjithashtu edhe Granit Plava. Duke ju përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të tij, advokatit Skënder Gojanit, i akuzuari Plava tha se kishte marrëveshje me Naim Murselin dhe se ai ka qenë në dieni për veprën për të cilën sot po akuzohet. Domethënë, sipas Granitit, Naimi këtë gjë e ka bërë me marrëveshje, domethënë është Naimi kryefjala e kësaj gjëje. Përgjatë dëshmisë, Plava pretendoi se Murseli, Naim Murseli në këtë rast, i ka ofruar punë pagë me vlerë prej 1.300 eurosh. Domethënë, i ka ofruar punë që do e paguante 1.300 euro në muaj Granitin, si dhe një veturë G-klas. Kur e ka pyetur se kë do të vriste, sipas Plavës, Murseli kishte thënë se nuk ka nevojë që ta di, po vetëm që të merë përgjegjësinë. Domethënë, sipas Granitit, Granit Plava, kur e ka bërë vrasjen e Liridonës, nuk e ka ditur gjasme se kë po vret. Asnjëherë nuk më ka treguar kush është personi që duhej vrarë, thot. Edhe më ka thënë veç, do marrësh përgjegjësinë ti, asnjë gjë tjetër. Pa u bërë 2 vjet të nxjerr nga burgu. Domethënë, ja ka thënë Naimi këtë gjën. E di çfarë pushteti kam. Tani këtu lidhet pushteti sepse Naim Murseli ka qenë njeriu i afërt i zotit Pacolli. Ka deklaruar Plava duke cituar atë që pretendon t'i ketë thënë Murseli. Ai shtoi se për këtë rast ishte në dieni edhe Bexhet Pacolli, ish presidenti i Kosovës dhe ish udhëheqës i Aleancës Kosova e Re. Mediat shqiptare ditën e sotme kërkuan edhe një koment nga zoti Pacolli për këtë ngjarje, edhe pse zoti Pacolli ka deklaruar disa herë për këtë ngjarje që nuk ka patur dieni, siç ka thënë zoti Pacolli, që nuk është pjesë e një ngjarje të tillë, pasi që Naim Murseli dhe zotëri Bexhet Pacolli kanë patur një lidhje të veçantë me njëri tjetrin,
Në këtë rast, Zotri Pacolli ka qenë edhe kumbar i fëmijëve të Naim Murselit. Do të thënë, kjo gjë ka ardhur nga afrimiteti që Bexhet Pacolli ka krijuar me Naim Murselin si këshilltarin e tij. Pas vrasjes së Liridona Ademajt, Pacolli kishte shkruar në rrjetet sociale se Murseli ishte bashkëpunëtori i tij prej disa vitesh, por se ai nuk ishte në dijeni për ndonjë precedent konflikti për Naimin. Do të thënë, Zotri Bexhet Pacolli nuk ka patur një informacion të tillë apo një dijeni të tillë për Naimin që ka bërë vepra të tilla. Kur u pyet nëse i njeh të akuzuarit e tjerë, Plava tha se Kokallën e njeh pas janë nga fshati i njëjtë dhe Murselin e njeh më pak. Plava tha se me Murselin u takua 7 apo 8 herë dhe në ditën e vrasjes janë takuar pikërisht për marrëveshjen. Me thënë, Granit Plava dhe Naim Murseli. Sipas tij, të nesërmen e kishte kuptuar që personi që e vrau ka qenë gruaja e Naim Murselit. Me thënë, këtë tani e thot Plava, se unë mendoj që Graniti ka parë se kë ka vrarë, se Graniti ka qenë në të njëjtin restorant, e ka parë që Naimi ka qenë me fëmijët, me gruan, ka dalë nga i njëjti restorant, nëse do të futemi në detaje në kronologji. Më vjen keq për atë ditë se çfarë ka ndodhur. Gjithmonë ka thënë se është serbe ose bosnjake. Vetëm do të marrësh përgjegjësinë, thaj. Do të thënë, Naim Murseli Liridonën e ka prezantuar sikur të ishte serbe tek Granit Plava. Më herët gjatë ditës në gjykatë është deklaruar se Naim Murseli, ai ka insistuar se në natën kur u vra bashkëshortja e tij, familja ishte pre e një grabitjes, teksa ka pranuar se armën me të cilën u krye vrasja i ia bleu Granit Plavës, por duke pretenduar se ai kishte thënë se të nesërmen do ta shiste 2 fish. Do të thënë, Naimi tani tregon që nëpërmjet, do të thënë, me Granit Plavën ka bërë tregti me armë, kështu i bie. Murseli pretendon se me Plavën u morën vesh që t'i ktheshin parat e armës së blerë. Tani si ndodhi vrasja? Liridona Ademaj u vra në moshën 30 vjeçare më 29 nëntor të vitit 2023 në një rrugë në fshatin Bërnicë të Prishtinës. Aktakuza e ngarkon Naim Murselin se e ka planifikuar vrasjen e bashkëshortes me qëllim hakmarrje dhe përfitimin financiar nga një sigurim jetësor në Suedi me shumën prej rreth 260.000 eurosh. Sipas prokurorisë, Murseli e ka planifikuar vrasje në bashkëpunim me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, duke u premtuar atyre një shpërblim prej 30.000 eurosh për ta kryer këtë krim. Kokalla akuzohet se e kishte njoftuar Murselin me dorasin Plava. Plava akuzohet se e ka kryer këtë vrasje. Vrasja Liridona Ademajt ka shkaktuar zemërim të madh në shoqëri. Unë uroj që Zotri Bexhet Pacolli të flet një herë mirë për këtë çështje, sepse nuk është e lehtë që të përmendet emri dhe sidomos të akuzohet nga brenda në gjykatë Zoti Pacolli, sikur ka qenë në dijeni për një ngjarje të tillë. Unë besoj që do të reagon edhe një herë për këtë ngjarje. Nuk ma merr mendja që mund të ketë gisht Zotri Pacolli në këtë mes, domethënë më duket pak jo normale të ketë gisht në këtë gjë, se ç'interes kishte, tani po të bëjmë një logjik, Bexhet Pacolli që të vritet Liridona Ademaj, gruaja e Naim Murseli, me çfarë ka lidhur me Naimin Zotri Pacolli, dhe më duket një akuzë e thënë kot, më duket një akuzë e pa bazë kundërdrejt një personazhi, se po të kishte Zotri Pacolli gisht, si të themi, në këtë situatë, deri më tani do të kishte dalë një e vërtetë dhe do të kishte dalë një fakt. Unë mendoj që Granit Plava në këtë rast, për të shpëtuar sa më shumë veten e tij, mundohet të njollos të tjerët. Këto fotografi që i shikuat gjatë gjithë kohës janë momentet e fundit të Liridona Ademaj.